Pastaj kemi hi në 10 netëshin e fundit, e 10 ditëshin e fundit të mujit të shejtë Ramazanit. Ditë të cilat Allahu Azza wa Jall i ka veçu. Përveç se e ka veçu mujin e shejtë Ramazanit i mujve tjerë, 10 net e fundit të Ramazanit i ka veçu aq shumë për shkak se në mesin e sajna, apo një natë prej këtyre 10 netëve është nata e Kadrit. Për cilën Allahu Azza wa Jall thot: "Lejletul Qadri khairu min alfi shahr." Nata e Kadrit ka vlerë më shumë se 1000 muaj, më shumë se 83 vjet. Nëse një njeri bën ibadet, e adhuron Allahun Azza wa Jall në këtë natë, e nxen natën e Kadrit në adhurim, e ka shpërblimin sikur se me bo adhurim, si me kry ibadet, si me lexu Kur'an, si me fal namaz, si me bo dhikr, si me bo dua 83 vjet. Për shkak kjo natë, thot Allah subhanahu wa taala, në këtë natë ka zbrit Kurani. Një prej veçorive të natës së Kadrit është se këtë natë ka zbrit Kurani në tokë. Pastaj thot Allah subhanahu wa taala: "Tatanazzalu al-malaikatu war-ruh." Në këtë natë zbresin melaqet në tokë. E me ta edhe Gjibrili alayhis salam. So që një transmetim thot pejgamberi alayhis salam, numri i melaqet që zbresin qiellin e tokës në këtë natë, natën e Kadrit, është më shumë se sa numri i guralecave sa ka në tokë. Më shumë se sa numri i guralecave sa ka në tokë, zbresin melaqet në tokë. Zbresin me mëshirën e Allahut Azza wa Jall. Që Allah subhanahu wa taala më mëshiru robët e vet. Ashtu që thot pejgamberi alayhis salam, në çdo natë, në tretën e natës, zbret Allahu Azza wa Jall në qiellin e tokës. Edhe pyet se kush është prej besimtarëve që është qut. E po mlutet mu, e ka ndaj dert, e t'ja largoj brengën e tina. Ka ndaj smundje të shëroj. Ka ndaj problem tjetër t'ja zgjedhë problemin e tina. Kush mlutet mu e t'i përgjigjen lutjes tij. E këto çdo natë, në tretën e natës. E gjatë natës së Kadrit, zbresin melaqet e Gjibrili alayhis salam. E zbret edhe Allahu Azza wa Jall me mëshirën e tina për me mëshiru besimtar. Për ata besimtari, muslimani, do të me marrë mësim me pejgamberit alayhis salam. Kur është pyet Aisha radhiyallahu anha se çysh ka qenë ibadeti i pejgamberit alayhis salam, thot kur ka ardhur koha e 10 netëshit të fundit të Ramazanit, thot shadda ma'zaruhu, e ka shtrëngu rrypin për më përqëndru e me ko ma i fuqishëm namaz. Wa iqadha ahlehu, edhe e ka ngrit edhe familjen e vet për më ngrit me fal namaz natës, e për me lexu Kur'an, e për me përkujtu Allahun Azza wa Jall. Në transmetim thot Aisha radhiyallahu anha, është ngrit pejgamberi alayhis salam, ka shku tek Ali radhiyallahu anhu, edhe tek Fatimia, edhe i ka ngrit për me fal namaz. Ngrit nëse nuk është koha për me flejt. Është koha për me bo ibadet, edhe më mundu besimtari me arrit natën e Kadrit në adhurim. Jo të lujt gur me çokolada, e jo të shiku filma, apo futballa diçka tjetër. Po më ngrit me gjallëru natën, me bo ditë gjatë këtyre 10 netëshit të fundit të Ramazanit. Për shkak se këto 10 net është një natë që ka vlerë ma shumë se 1000 muaj, ma shumë se 83 vjet, ma shumë, jo që kaq, ma shumë se 1000 muaj. Për ata, pejgamberi s.a.s. është ngrit, edhe ka falë namaz natës, është ngrit e ka lexu Kur'an, është ngrit edhe ka përkujtu Allahun Azza wa Jall. Llojet e ndryshme të ibadetit. S'mon është gatë me nejtë në kohë me falë namaz, ullë është lexon Kur'an. S'dhe me lexu Kur'an,
e përkujton Allahun, thu subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Apo bën dua. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, ad-du'a huwa al-ibada. Duaja, lutja, mu luti për veten tënde, për interesat e tua, është ibadet. Është adhurim. Edhe për interes tëndin, edhe mu të shkujt sevapa, të nuk kena kërkon mundësi me gjithë përveç se me Allahun azza wa jall. Mu të shkujt sevap për interes tëndin. Pe lutë Allahun azza wa jall për interesat e tua. Pse shkruan Allahu sevap? Shkruan sevap se s'pe lutje tërkën. Shkruan sevap se po din që ka Zot. Ashtu që ka thonë pejgamberi alayhis salam, kur robi i Allahut bën një gjuna, edhe i kthehet Allahut azza wa jall me pendim, i thot Allahu subhanahu wa taala me laqet, shikoni se robi jam po din që ka Zot. Po din kujt më u drejtu me kërku falje. Jeni dëshmitar që kom ia fal këtë gjuna. Interes tëndin edhe plus shkruhet sevap. Por interes tëndin që ty me ta falë Allahu, jo veç që ti falë gjunahet e tua. Po thot pejgamberi alayhis salam, edhe Allahu zën shumë ajete të Kuranit, gjunahet që ai ke boti shndron sevap. Si shpërblim që pedin që ka Zot që ti falë gjunahet. Edhe në këtë moment, natën e Kadrit, apo edhe në të tjera, duaja, lutja është ibadet. Momenti sot e lut Allahun azza wa jall, shkruhet sevap që ti pa adhuron Allahun subhanahu wa taala. Ashtu që shkruhet gjuna nëse ti shkon i lutesh dektit apo dikujt tjetër. Që s'ka mundësi me të bëhet dobi. Për ata tham, nëse s'ki mundësi me fal 2 recate, unë gjush përshën, lexoj Kur'an. Lodhesh tu lexoj Kur'an. Bo dhikr, përkujtoj Allahun azza wa jall. Lodhesh tu e përkujtoj Allahun azza wa jall. Atëherë s'bë dua për çështjet tua. Allahu me të bëj të pasën, Allahu me të udhëzu, Allahu me të drejtu familjen tënde, me të rujt familjen tënde, me të shëruar kështu me radhë. Çka të ki nevojë? Lut Allahun azza wa jall. Gjatë kësaj periudhe, sot ti lutesh, sot ti bën ibadet, nëse nxen çaj moment, e ki shpërblimin sot 83 vjet me bëj ibadet me adhuru Allahu subhanahu wa taala. Duaja më e mirë. Aisha radhiyallahu anha e ka pyet pejgamberin alayhis salam, nëse e dina kur është nata e Kadrit, çka me lut Allahun? Ka thonë pejgamberi alayhis salam, thuaj këto fjalë: Allahumma innaka afuun tuhibbul afw wa fa'fu anni. O Allah, ti e falës, e don faljen, falë mu. O Allah, ti e falës, i falë gjunahet, i falë mëkatet, falë mu. Falë mu dynja, edhe falëm në ahiret, në ditën e gjykimit. Po kur është nata e Kadrit, pejgamberi alayhis salam ka thonë lyp në natën e Kadrit 10 netëshin e fundit të Ramazanit. A është 21-ta? A është 25-ta? A 23-ta? A 27-ta? A 29-ta? Kjo është ditënia e Allahut azza wa jall. 10 netëshin e fundit, për mi au letu besimtarëve, ka thonë lyp në ato në tek. Lyp në të tek. 21, 23, 25, 27, 29. Po më e mirë është me lyp komplet prej 10 netëshit fundit. Për shkak se, sikur se që shka ndodhë tash, ka njëherë ndryshon shikimi. Për shembull Saudia ka nisë me agjëru një ditë më herët. Ne kemi agjëru një ditë më vonë. Dhe ata është një ditë më herët nata tek, dhe na është një ditë më vonë. Dikush e ka mirë. Kush e ka mirë? Qaj që e lyp 10 net. Edhe 20-ën edhe 21-ën. Se ka mundësi ata me pas mirë e na me pas keq. E ti e lyp qift. Ti e lyp 20, 22, 24, 26, 28. Edhe ja huq. Ata e kanë pas mirë. Për çka? Për 5 net diferencë. Apo 4 net diferencë. Kështu që lyp e çdo natë. 10 netëshin e fundit. Ato që ka kanë thonë dietarët,
e që jo mbetu se e ka mundësi me ka 27-ta, e ka mundësi me ka 21-ta, e ka mundësi aja natë e cila bjen natë e gjumos, edhe është tek me ka natë e kadrit. Sigur se pramë, disa jo mbetu kështët, disa prej djetarve. Aja natë e cila është natë e gjumos, edhe bjen tek ka mundësi me ka natë e kadrit. Po kitë këto jënë ato që ka ata e kanë llogarit. Mirë pa ato që ka e ka llogarit Allahu Azza është këtë tjetër sen. Ato që ka e ka thonë pejgamberi sa është këtë tjetër sen. Lëpne 10 netëshin e fundit. Kështu ka thonë pejgamberi sa, kështu në ka mësu pejgamberi alayhis salam. Edhe kështu do të me praktiku. Mu mundu maksimumin me thonë këto 10 net e fundit të Ramazanit që me nxonë natën e kadrit në ibadet dhe në adhurim. Pastaj vllazni, çka është më rëndësi, sidomos gjatë Ramazanit është e rëndësishme besimtari me dhon zakatin. Një prej kushteve të Islamit. Për cilën ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, buni al-islamu li khams. Islami është ngrit 5 shtylla. E një prej tyre pas shahadetit e pas namazit është për ata të cilët kanë mundësi financiare, e kanë arrit nisabin, e kanë arrit pasunin e tyre që është 85 gram, vlerë 85 gram ari, e që është dikon parafërsisht 12.100 euro. Nëse e ka arrit këtë shumë, edhe këtë shumë e ka gjithmonë për 1 vjet, pas 1 vjete e ka për obligim, e ka farz, me dhonë 2.5% të pasunis tina. Që ato pasunis, që ato parën, që i ka kë. Nëse i ka 12.500, 13.000, 20.000, e jep 2.5%. Apo e pjeston me 40 dhe le njëta shumë. Kjo i jepët fukarave. Pejgamberi sallallahu kër e ka dërgu Muadh ibn Jabelin në Yemen për me thirrën Islam, ka thonë i pari sen që ka i thret ata thirrën fjalën la ilaha illallah, mi besu Allah. Nëse të përgjigjen, atërës ja mësën namazën. Pastaj ja mësën se Allahu Azza ja ka obligu pasanikave. Momentin ai i cili ka 85 gram ari, i ka 12.000 euro, tu i nejt 1 vjet, kjo është pasanik, nuk është fukara. I obligohet që atë pasoni 2.5% pisajna mi adhon fukarave. Mi adhon fukarave. Wallahi, sikur t'i këshin dhonë muslimant zeqatin e pasunis të nësë kishe me gjithë fukara. Te ka vërtetu, e kanë vërtetu edhe ju muslimant. Thot një prej njerëzve me famë, botërore, që mirët me fukare, veç 2 persona me dhonë zeqatin, kishin me pështu me miliona fukara që jënë të dek uni. Një është pronari i Amazonit, edhe tjetëri është Elon Musk. Veç këta 2 me dhonë zeqatin, jo najsa e ma shumë. Pasunis tëne, kishin me pështu me miliona fukara. E nësë po hinat ata tjerë, na po hinat e muslimant. Veç muslimant me dhonë zeqatin, nuk kishe me pas fukara. Omer ibn Abdul Aziz, që quhet khalifja i 5 i muslimanëve. 2 vjet e pak ka udhëheq. Ka vdek. Allahu Azza si ka dhonë ymër më shumë. Po, mas 1 vite të udhëheqësisë tina, kur ka lyp fukara mi ia dhon zeqatin s'ka gjetë. Unë s'kam nevojë. Ai tjetri s'kam nevojë. Ai tjetri s'kam nevojë. Pse? Po shkak se ka pas drejtësi në vendin e tina, nuk ka pas dallavere në vendin e tina, ka gjyku me drejtësi, edhe momenti kur i ka dhënë zeqatin në vitin e parë, në vitin e dytë, pastaj tjerë i kanë marrë kom që thojnë të na, edhe nuk kanë pas nevojë për zeqat. Nuk ka pas nevojë tjerë me dalë dhe me lyp në rrugë.
për shkak se muslimanët e kanë dhënë zeqat. 2.5% e pasunisë tënde. Allah subhanahu wa taala thot: "Wa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Edhe merri pi pasunisë tyne, me dhon zeqatin, pi muslimanëve që me dhon zeqatin. Tutahhiruhum, i pastru aty në pi gjunahe. Wa tuzakkihim, edhe mi ngrit ata, edhe mi lavdru ata te Allahu azza wajal, edhe mi shpërbly Allahu subhanahu wa taala. Shpesh i nin muslimanët, wallahi po kam të ardha mirë, elhamdulillah. Po s'ka me bereqet, qysh pi marë po m'dolin. Në fund, kur pe këshyri, me mujt me dolin 0-0, o pet mirë jem, po do të ka njerë dhe minus me i. Jepe zeqatin, Allah. Jepe zeqatin e pasunisë tonë. Allahu të ashton bereqetin. Allahu të ashton bereqetin. Gjibrili a.s. ka orë të pejgamberi a.s. E pejgamberi s.a.s. në ka thonë neve, në ka mësu, se ka orë Gjibrili edhe më ka thonë, nuk Allahu azzel të ka garantu, e i ka garantu besimtarët, se nuk i paksohet pasunia e tyne me sadak, me zeqat apo sadak. Nuk të paksohet. Allahu, në qëta që të kamet, ka me të qubë bereqet. E ka me të arrujt familjen tënde dhe vetën tënde pi kaderën ndryshme. E shpërblimet të lojë që s'pëdu me hitek, tek shpërblimet e zeqatit edhe sadakës edhe ndihmesës ndaj të tjerë. Po qëta e kena obligim? Apo e shesh shpesh herë njerëz jepin lëmosh, jepin atina 5 euro, këtina 50 euro, atina 100 euro, kur jenë punët e zeqatit se jep, Allah këta e ki farz. Po dhe bre hoq, kje din që shi bjen, kje i bjen sikur me punu me një ven, edhe ki obligim, me punu 4 orë, 5 orë, ti shkon punën jashtë orarit. O ti, shefit të lypë që të, mas orarit që punën e ki sadak, masane, e ki plus, po që te ki obligim? Obligim me ki zeqatin, kryen njerë zeqatin, që atë mund është masej sadak asene, është mirë. Mirë po, kryesorja është zeqatin se e ki farz. Është një sikur shpesh herë vine dhe thojnë, wallah huq, se lonë namaz natës pa uqu me falë. Gjithë qona në 2 natës, 3 natës edhe falëna. A është mirë? I para pyetje që më shkën menja, a e falë sabajin, a drejken, jo, këtë s'moj vëllaj se më punë. A namazën e natës, kur se lonë? Qa me thonë? Hajtë him të veç të i shefi të nga mone vika në 2 natës edhe punaj. A ti i bëtë shefi? I po kus shet ty 7 sabaj që i vizatu të aj, jo, po që pi pune. Nëse Allah azvel shet ty në 5 sabaj të e falë, të vizatu aty me falë sabajin, e drejken e i kindin, sa për namaz natës të kur në gjenet s'kimi hi. Hish kur, po kom një që është se vapë. Të një jetën me falë namaz natës, nuk ka se vapë se sa një namaz farës që i ki, obligim që i ki. Se kina obligim, Allah. Për ata dhe zeqati, të një jetën me dhonë sadak, nuk vlenë sa zeqati se e kina obligim. 2.5% të pasunisë që e ki, nuk hina të kjere, shpia, qka ki, nëse i ki tuat, nëse nuk i ki për biznes, hin pasunia që ka i ki ti pare, kesh, apo ari që i ki ma shumë se 85 gram, që i ki të bu. Që ato hin? Nëse i ki 50.000 euro, 10.000 euro i ki bërç, ki me la që atë bërç mena që ti vitit, i hek minus, nuk e efe zeqatin e tëne. Për shkak se ato s'jen tuat, ato këmi adhon bërç dikujnë. Po dikush ti ka bërç, nëse qatë bërçin ti ka mrena vitit, e jep zeqatin edhe tëne. Nëse nuk din kur komi t'i dhonë, kur t'i jep që atërë se jep zeqatin edhe që atëne. Kjo, që ka pyetje tjera, pas taj mund edhe privatisht me pyetje. Obligim është farz është me dhonë vllazni. Zeqatin e mos anë shkanëni, sidomos në Ramazan për shkak se vapi i çdo ibadetit, i çdo adhurimit në Ramazan shumë fishohet. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala shëmbjaj wal mursalin o ba'd. Pjesa tjetër shka është me rëndësi vllazni është dhonja e vitra, apo sadaqatul fitr, apo na që e quajnë edhe vitra. Vitrat është obligim për agjerusin edhe për çdo musliman, i cili ka agjeru
po edhe fëmijat cilët nuk kanë agjëru. Për gjunohet, lëshimet, gabimet që i kena bo gjatë agjërimit. Thot Ibn Abbas radhiyallahu anhu na ka urdhëruar pejgamberi alayhis salam me dhon vitra apo sadakën e vitrave para se mu fal namazi i Bajramit. Para se mu fal namazi i Bajramit. Një pjatë me hurme apo grun apo drithna e kështu me radhë. E që është një shujt për një person. E që është caktu nga Bashkia Islame minimumi 5 euro, edhe kush ka mundësi pastaj e shton më shumë. 5 euro për person. Ajo jepet fukarave, skamnorëve, aty në cilët janë ngusht, nuk janë mirë financiarisht e kështu me radhë. Vitrat, thamë se është obligim për ata të cilët kanë agjëru edhe ata të cilët nuk kanë agjëru. Edhe ata të cilët nuk janë moshë madhore, edhe për fëmijë, saqë tek dietarët kur janë pyet nëse një nan është shtatzan, a do të më dhon për fëmin që e ka në bark vitra, ka thonë nëse e ka një gjallë, jepet vitra edhe për të. Nëse nuk i ka një gjallë, nuk jepet vitra për të. On për çdo antar të familjes jepen vitrat, kur nxjerrën vitrat. Vitrat më e fundit që mundet mu shty, është para se më fal namazi i Bajramit. Pas namazi i Bajramit nuk ka më vitër. Quhet sadak, po nuk ka më vitër. Për shkak se vitrat jepen që fukarat me pas mundësi edhe ata me bo Bajram, apo mi u ble dikujt në të afërmeve ushqim, apo sene elementare çka kanë nevojë ata. Ka mundësi, tek medhepi Hanefi, lejohet mu nxjerr vitrat edhe 2 ditë, edhe 3 ditë para Bajramit. Më herët nuk lejohet. Mirë pa lejohet mi adhon dikujt që i të bën, sikur se çështë Bashkia Islame apo institucione tjera që më e besueshme është Bashkia Islame e cila të bën edhe i shpërndon pastaj fukarave edhe medresese e vende tjera, lejohet mi adhon të edhe 1 muaj më herët, edhe 2 javë më herët, nuk është problem. Mi adhon për shkak se ata e shpërndojnë në kohën e duhur. Nuk pja jep, nuk po të nëse ti vet e kina i familjare, edhe dërë mi adhon vitrat atina, atërës është sunet i pejgamberit sram, 1 natë para Bajramit apo 2 natë para Bajramit, mi adhon vitra. Mi po nëse e qënë dikun edhe ai të bën, lejohet edhe 1 javë më herët, sepse shpërndarja e tyne fillon 1 natë, 2 natë apo 3 natë para Bajramit. Ti e ke dhonë si emanetxhi e ke bua ata që mi të shpërndon qatë ku. Është njëtë sigur, unë mi të dhonë ty 10 euro, me thonë, natën e Bajramit që e filanit. Ti nuk i ke shpërnda. Tash, kur ja ke dhonë, kur ti kom dhonë une, po ti e ke shpërnda, ty të kom lonë emanetxhi me shpërnda natën e Bajramit ose 2 natë para Bajramit. Të bimi, lejohet më të bu edhe më herët, mirë për shpërndarja, është sunet i pejgamberit sëram më shpërnda natën e Bajramit, para se më falë Bajrami, edhe 2 natë më herët. Këto e në regullat vllazni, edhe zeqatet, edhe vitrav, e lusëm Allahun azhjel, që ashtu që ka thonë pejgamberi sëram, ai i cili agjeron muajin e shejtë Ramazanit, me besim të plot në Allahun azhjel, edhe me shpresë në Allahun që Allahu më na falë mëkatet, e ka me dalë pej Ramazanit sikur atë ditë kur të rinë anë e vetë pa gjunah. Lusëm Allahun që me kam prej tyne, Allahu na falë çdo lëshim, çdo gabim që e bojmë, wa aqulu qawli hadha, wastaghfirullahi li wa lakum.